Shkoi që t'i ngushlloi familjarët për vdekjen e Tezës, por as vetë në shtëpi nuk u kthye i gjallë. Ismet Bylykbashi e humbi jetën nga një aksident i rënd, paraditën e së mërkurës në magjistralen Suarek Rahovec. Këtu ngasës i 70 vjeçar, që ishte bashkë me gruan e tij, u përplas me një kamion. Familjarët tregojnë se çifti ishte afër për t'u kthyer në shtëpi në fshatin Dobërdolan. Sot ty u kthy prej një, ka qenë për me shpreh ngushëllimi, ka vdek Tezja. Ty u kthy me në shtëpi, shtu afër me një aksident, ka ndodhur një aksident, i ndjeri ka ndruar jetë. Ndërkaq gruaja mori lëndime të lehta, të cilat i trajtojnë në spitalin e Prizrenit dhe më pas u lirua në shtëpi. Viktima dyshohet se humbi kontrollin mbi mjetin që po drejtonte. Pas marrjes së informacionit, po informatës së rastit, të gjitha njësitë policore përkatëse kanë dalë me ngjarjes, të cilat përveç sigurimit të perimetrit të aksidentit, janë marrë me të gjitha procedurat hetimore të rastit. Vdekja Bylykbashin e gjeti 26 vjet pas luftës, me plagët e së cilës jetoi deri këtë mërkur. Policia bëri me dije se drejtuesi i kamionit nuk është ndaluar sepse nuk konsiderohet të jetë shkaktari i aksidentit.